Çore keni marrë njoftime dhe kush ju ka njoftuar për zjarrin? Ne njoftimin e kemi marrë në orën rreth orës 13:30, datës 19 tetor. Nga kush? Njoftimin e morëm nga salla operative e policisë. Dhe me njerë pastaj me marrjen e njoftimit, se distanca është e afër këtu, për rreth 1 minutë kemi ardhur këtu në vendin e ngjarjes. Na trego çfarë ke parë që në momentin që keni ardhur, na I trego komplet. Po, kur kemi mbritur ne në vendin e ngjarjes, zjarri nuk ka pasur brenda në banesë. Ne kemi gjetur të dy fëmijët, edhe djalin edhe vajzën I kemi gjetur për jashta. Djali ka qenë I pavetëdijshëm, kurse vajza ka qenë e vetëdijshme. Dhe tek dera e kuzhinës kemi gjetur nënën e tyre, në gjendje të asfiksuar. Domethënë kishte ndëruar jetë. Pastaj morëm ambulancën, ju dham ndihmën e parë, I dërguam në spitalin e Korçës. Çfarë dyshohet që ka ndodhur? Shkaku I ngjarjes? Për këtë ngjarje është ngritur grupi hetimor, pjesë e cilit jam edhe unë, për të gjetur shkakun e zjarrit që ka ndodhur në këtë banesë. Tashi, për momentin kemi dy versione, se brenda në kuzhinë ka qenë soba me dru zjarri, dhe poshtë në dyshemie kemi gjetur disa shkrepse të ndezura. Tashi, për momentin ky është rezultat paraprak, nuk mund të themi një rezultat përfundimtar. Kur të mbarojnë, pastaj mund të